Namazi nuk është vetëm 5 minuta dhe lëvizje. Namazi është takim me Zotin, është pushim për shpirtin. Sa herë vonohemi, Allahu prap të pret. Sa herë harrojmë, Allahu nuk në harron. Bravo, bravo. Çështë. Çështë ajutë të punojë. Çaj. Bravo, çështë kë. Fitova, bravo. Orde, që të thirë zone, që morëm abdes që ta një gjyshe vjen në thirë për më fol. Jo shkën jo që më për dhe lojen. Jo dhe hajde, që Jo. më fol. Shkën jo. Gjyshe. O zemrat e gjyshet, a jeni mirë? Hajde, se ka thirë zoni shkojnë më falë. Apo vjen? Po. Hajde, në morë abdest, edhe shkojnë më falë. Orde gjyshe, ka orë gjyshe. Jo shkën jo që për dhe lojen. Hajde edhe ti. Jo shkën jo. Në sëpullima. A dhe belun? Jo bë. Gjësh. Sa mirë nga falë. Po bre, zemra gjyshit, namazi njeriu në largon për i të këqijave. E shumë mirë është më falë. E gjysh. E pse ordis për vjen me falë? Ka njëherë, zemra gjyshit, zemrën e njeriut e mbulojnë lodrat e kësaj bote. E për me pastrua të zemrë, nevojitet fryma e Kur'anit, zani i Kur'anit. Me Kur'an e me praktike dhe fjallës të Zotit, pastrohet zemra e se cilin besimtar. O djemë të gjyshit, tash u ba dhe vakti i gjumit, lekit lojë, jali jam se u ba koha e shkoni po shani pak, tani unë ju thras apo. Ju thras nesër, inshallah për namaz. Hajde shkoni. Asgjë në këtë botë nuk mund të zëvendësoj namazin, apo boshllëkun që e ke në zemër dhe dëshirën apo kënaqësinë që mund ta fitosh me namaz. Omer. Por në kam orë dhe më fal me gjyshin. Po s'ta është dhe nesër. Jo, nesër është vanë po, që ta shpëllu. A që hëm? Ani, hajde. Arti
u fal me gjyshin dhe Omerin dhe ndjeu kënaqësi shumë të madhe. E pse kiti të plesë? Se e kom blitë qëto, gjyshin me më dhurat. Po. Wallah, ty të takon falenderime që më ke udhëzu. E që më ke udhëzu familjen, po në veçanti këta dy nipa që i kam dritat zemrës. Elhamdulillah. E shkas kena bletë. Po nipat e mi, dritat e syve të mi. Po qka keni kështu? Ta kena bletë një ples. Një ples? Po? A, pe nipave të mi unë e kam a? Që. Po Allahu ju shpërblevt bre juve, dhe dhurat pe juve, pe nipave. Ato po më dash kam i pastru. Hadi këtu ty për qafi. Ardë, të dha merë. Një ditë, kur Allahu do të jetë i hidhëruar dhe do t'i dënojë ata të cilët e mohuan atë dhe nuk ju nënshtruan, zemra do të dëshirojë që t'i ketë se paku 2 rekate namaz, por a mund t'i gjej ato 2 rekate? Mos e prit atë ditë, falu sot, sepse sot Zoti të pret.